Gjykata e posaçme ka shpallur vendimin për çështjen e inceneratorit të Tiranës. Konkretisht, GKK vendosi dënimin për Lefter Kokën, 3 vite burg, i zbret 1/3 e dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Në fund vendoset shuarja e masës pa të drejtë funksionesh publike për 5 vjet. Bledar Karoli, 3 vite burg, me gjykim të shkurtuar, dënimi ulet në 2 vite dhe 5 vite ndalim nga funksionet publike, shuarje mase arresti në burg. Taulant Tushe, 3 vite burg me gjykim të shkurtuar, dënimi ulet në 2 vite dhe 5 vite ndalim nga funksionet publike, shuarje e masës së sigurimit arrest në burg. Jetmir Llapaj, i pafajshëm, Namik Simixhiu, 3 vite burg me gjykim të shkurtuar, dënimi ulet në 2 vite, shuarje të masës arrestit dhe heqje të drejtës për funksione publike. Valbona Ballgjini, 2 vite burg me gjykim të shkurtuar, i cili konvertohet në shërbim prove, sa dyfishi i mbetur i pjesës së shlyerjes së dënimit, 5 vite pa funksione publike. Sidita Kopliku, 1 vit e 6 muaj me gjykim të shkurtuar në 1 vit burg, i cili konvertohet në punë në të mirë publike, 5 vite pa të drejtë funksionesh publike. Pation Murati, 3 vite burg me gjykim të shkurtuar, dënimi ulet në 2 vite dhe 5 vite ndalim nga funksionet publike.